Fillimisht në njën më të madhe, do të shtojmë 4 vezë në ambient dhume. Sipër vezëve do të shtojmë 8 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë që t'i rrahim me mikser për disa minuta derisa vezët dhe sheqeri të shkumohen mirë. Duhet ta përzjeni me mikser derisa të formohet kështu një masë e mirë dhe e trash. Pra dikon parafërsisht 5 minuta me mikser në shpejtësinë maksimale. Tani marrim një pjatë ku i bëjmë bashk 8 lugë gjelle miell dhe tek mielli do të shtojmë një lugë të mesme pluhur për pjekje. Pasi i bëjmë bashk, vazhdojmë që ta shtojmë miellin brenda tek brumi. Tani më nuk e përdorim miksirin, por përzierjen e bëjmë në këtë mënyrë me mikser dore, derisa të sigurohemi që i gjithë mielli është përzier mirë me brumin. Dhe për ta pjekur sot triliçën, unë do të përdor gota të qelçit, të cilat lirisht mund të futni në furrë, mos keni frikë sepse nuk do të thehen. Gjitha gotat i kam lyer me pak vaj edhe në pjesët anësore që mos në ngjitet brumi i triliçës. Dhe tani me brumin që kemi fituar, vazhdojmë dhe i mbushim gotat, por mos i mbushni shumë, sepse këto do të fryhen shumë edhe gjatë pjekjes. Vazhdojmë tani që t'i pjekim. Furra është e parangrohur mirë në 180 gradë dhe në temperaturë mesatare do t'i pjekim dikon parafërsisht 20 minuta. Pjekjen më mirë dhe më sigurt, unë i kam shtuar gotat në një tepsi. Tani do t'a bëjmë gati edhe lyerjen e triliçës. Në njën më të madhe do të shtojmë fillimisht 500 ml me qumësht. Tek qumshti do të shtojmë 300 ml pana për ambëlsira. Përzijmë mirë dhe e largojmë anësh. Presim tani që brumi i triliçës na pjeket. Dhe tani që janë pjekur valë të nxehta mbi brumin e triliçave, e shtojmë qumshtin e përzier të ftoftë. Pra po mund ta vreni se sa shpejt që po e tërheq qumshtin triliça. Në moment kur të hiket kaq shpejt qumshti, atëherë t'jeni të sigurt se triliça ju ka dalë perfekte. Dhe tani ka mbetur vetëm që sipër t'i hedhim karamelin. Karamelin mund ta bleni të gatshëm ose ta përgatitni vetë. Mua më shumë ti më pëlqen karamelin kur e blej të gatshëm. Në këtë mënyrë më shijon më shumë triliça. Vazhdojmë tani që t'ju hedhim sipër karamel sipas shijeve dhe dëshirës. Dhe tani do t'i dekorojmë pak krem pana, e kam larguar anësh, e kam rrahur me mikser pak, jo shumë, që mos troshet shumë, që të mundemi sa më lehtë ta dekorojmë. Tani me ndihmën e një rëmuesës, thjesht bëjmë kështu vija, lart, poshtë. Dhe tani gjithçka që ka mbetur është që t'i fusim në frigorifer që t'na ftofen. Sa më gjatë ftofet, aq më e mirë bëhet, por dikun për 2-3 orë është ideale para se t'i shërbejmë.